O ju të cilët keni besu, mos hyni në shtëpit të cilat nuk janë shtëpit të juaja, derisa të merrni leje. Allahu xhaleshan thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besu, "la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum", o ju të cilët keni besu, mos hyni në shtëpit të cilat nuk janë shtëpit të juaja. Mos hyni në shtëpi të dikujt tjetër, pos shtëpisë tënde, pa hatta tastanisu, derisa të merrni leje. Derisa të merrni leje. Dhe të japni selam pasaj. Të japni selam. Pse të japni selam? Që të tregoni se nuk keni shku për qëllim të keq. Kur të thosh selam aleikum, çai bjen apën? Paqja, bekimi, shpëtimi i Zotit qoftë mbi ty. Pra mos pret pe me e sherr. S'kam hyrë në të as me të përcjell, as me shpionu, as me pa mangësit tua, as me t'i pa të meta tua që unë me nxirr ato. Pra po kam ardhur, domethënë dhe për meje je i sigurt. Pra të arsye edhe për kuptime të mëdha të selamit është edhe kjo. Hatta tusallimu ala ahliha. Në modesa të japni selam atyre të cilët janë brendsinë e tyne. Kjo është më hajri thot Allahu xhaleshanu për juve. Por që kjo duhet jetë çase jon. E që kjo formulë duhet jetë me të gjithë njerëzit. Mos e shif filanin në jetën e tij private, në brendsinë e tij, në familjen e tij, në zyrën e tij, në punën e tij, kudo që ai është. Mos hyn pa lejen e tij. Mos hyn pa lejen e tij. Dhe në momentin që ai të jep leje, pra të qasjes tane, tek ai, jepi selam as pari. Tregoj se qëllimi jyt është paqësor. Nuk ki prapavi, nuk ki qëllim, nuk ki synim të caktuar çfarë do qoftë ai. Ky rregull i madh koranor është nevoja jonë emergjente e funksionalizimit të saj në shoqëni. Kem nevojë vllaptan. Sot njerëzit hynë në shtëpi. Pra nuk hynë fizikisht, ama të hynë përmes telefonit. Sot hynë në shtëpi përmes rrjeteve sociale. Sot hynë në shtëpi, kudo që njeriu gjendet apo të hynë pa leje, të hynë pa asnjë kërkim falje, të hynë madje me qëllim të caktuar. Me qëllim të caktuar të shulumtimit, të gjurmimit të çfarë do të jetë. Andaj le të mbetet formulë e rujtjes së privatësisë dhe kujdesit ton për privatësinë e tjetrit, ky ajet koranor. Mos hyn në shtëpinë e tjetrit, në jetën e tjetrit, në privatësinë e tjetrit, përveç se me lejen e tij dhe duke e pas një jetën e pastër, e që është paqja, e që është domethënë siguria që t'i ofron atij.